Të gjitha ata që shikojnë prej shumë vitesh ëndrrën në beze, thonë tironësit, të rrëzimit tim dhe ton, e shikonin shiun dhe borën si antarët e mirëseardhur të koalicionit, moderatori më i famshëm i Shqipërisë, i cili ka vizituar 148 vende të botës, e hap penxeren e tij të darkës dhe lëshohet mbi shikuesit e tij, a thua se i kishin hyrë në shtëpi forcat errta dhe shpif, haptas. Nuk e di a me vedije, a pa vedije, po shpif haptas. Unë mendoj që ishte i acaruar nga fakti që ministrat përkatës ishin gjithandej në teren, në shi, flisin me media dhe tjerë, ndërkohë që sigurisht ai dhe gjithkush atje brenda që ftohet prej tij apo në penxheret e tjera, ministrat i konsiderojnë ministra vetëm kur bëjnë parakalimin nga stacioni i trenit. Përndryshe nuk janë, nuk ekzistojnë. Ose janë duke mashtruar. Dhe ndërkohë, edhe kur kapet, s'po them me presh në duar se nuk do ishte e përshtatshme, po duke bërë një gjë të tillë, refuzon të pranojë, refuzon të kërkojë ndjesë, refuzon të referohet faktit dhe flet në jerb. Dhe merret me gjëra të tjera që mund të jenë të drejta, mund të jenë të vërteta, por nuk kanë lidhje me çështjen. E tholla këtë shembull për të thënë që nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë të informosh kur në debatet politike ti shkon dhe ke përballë njerëz që nuk kanë ardhur të bëjnë debat me ty. Kanë ardhur të sulmojnë, të godasin, të dekurajojnë, të baltosin sa të munden. Dhe ku problemi më i madh është marrësh fjalën. Nuk merr dot fjalën. Sepse nuk janë aty për të të pyetur, janë aty për të të bërë ato që thash. Dhe në ndërkohë, moderatori me shkop atje, sa bie pak qetësi, turret që ndezi prap sherrin. Dhe ky është një model që nuk është thjesht një. Kështu që si bëhet për të informuar publikun në kushtet kur ka 700 tenxhere të tilla, që zihen për ditë, bubullojnë për ditë, gërgërojnë për ditë dhe dizinformojnë për ditë. Si bëhet? Duhet të këmbgulim. Duhet të përdorim çdo hapësirë. Duhet të përdorim çdo hapësirë. Nuk ka interes. Nuk ka interes për t'i thënë publikut se çfarë po bëjmë ne. Nuk ka interes për asnjë nga punët që bëjmë ne. Për t'ia transmetuar publikut. Dhe ato që bëjmë ne në për rrjetet sociale janë nga halli i madh që ndryshe ku do t'i marrë vesh të paktën njerëzit tanë, ata që na ndjekin dhe na votojnë dhe na besojnë, duhet marrin vesh se me çfarë merremi ne. Se nëse edhe ne nuk i bëjmë ato në rrjetet sociale, njerëzit tanë do mendojnë se vetmja gjë që ne bëjmë është ajo që tregojnë ata. Prandaj, na duhet shumë këmbgulje dhe prandaj këtu duhet një riangazhim i plotit gjithë grupi parlamentar, gjithë deputetëve, i të gjithë ministrave, ish ministrave për të shfrytzuar hapësirën e parlamentit, për të shfrytzuar hapësirat e tjera, kudo dhe kurdo që është e mundur dhe për të treguar çfarë po bëjmë ne për Shqipërinë tjetër. Kjo është një Shqipëri tjetër, kjo nuk diskutohet. Dhe arsyeja pse ata nuk i voton askush, dhe arsyeja pse po të shikoni anketimet tona të brendshme dhe ju e dini shumë mirë që anketimet tona të brendshme asnjëherë nuk na kanë lënë në baltë, edhe sot kur
ne nuk jemi në pikën tonë më të lartë, si që ishim me njerë pas zgjedhjeve, ata janë daha më keq se që ishin mbas zgjedhjeve, ku sigurisht ata fituan, po në fakt humbën. Sepse publiku vlerëson çfarë ne bëjmë, gjithsesi. Për të shkuar më tutje, unë jam absolutisht i bindur dhe Milva e ngriti, po dua ta përsëris që në komisione parlamentare duhet garantuar përfaqësimi politik. Nuk mundet do të përfaqësohen ministritë komisione parlamentare me nënpunës civil. Nënpunës civil janë atje për të mbështetur, por nuk mund të jenë atje për të diskutuar me komisionin. Ministrja, dhe vetëm në rastet kur është vërtet në pamundësi titullari, shkon zëvendësi. Dhe nga ana tjetër, dua ta rinëvizoj atë që tha Ursiu, në anglishten e tij të kursyer, por asnjëherë të gabuar, duhet jemi on call. Sepse në këtë proces kemi nevojë për shumë ndërveprim dhe koordinim me njëri tjetrin, për të kundërvepruar në kushtet kur mjedisi politik dhe mediatik është shumë i ndotur. Shumë i ndotur. Natyrisht që bëhet fjalë për tenxhere, nuk bëhet fjalë për Shqipëri. Dhe ne duhet nga njëra anë të evitojmë të hidhemi me kokë nëpër tenxhere, dhe nga ana tjetër të shfrytëzojmë çdo hapësirë për të thënë fjalën tonë, për të mbajtur qëndrimin tonë, për të bërë shpjegimet tona. Dhe qasja proaktive e nënvizuar nga Klosi është ajo që na duhet. Nuk mund mbaroj misioni i deputetëve as tek seanca dhe as tek komisioni. Sepse misioni i deputetëve buron nga ata që na kanë zgjedhur dhe duhet gjithmonë të jetë i lidhur me ata që nuk na kanë zgjedhur thjesht që të dalim në parlament dhe të mbajmë fjalime kur na jepet mundësia dhe kur nuk jemi në kushtet e demonstrimeve të muskulaturave dhe të trupave, por në radhë parë atje në territor. Irisi foli dhe do ta veçoj këtë sepse kjo ishte